Por para se ta ndër të video, dua që të shikoni edhe 2 sekonda këtë video, sepse ka qenë një vajzë sot e cila ka artikuluar sërish kërkesat zyrtare politike, po themi, të protestës. Shoqërinë 2 sekonda dhe më pas komentoni. Dorëheqjen e panegociueshme të kryeministrit dhe të qeverisë. Krijimin e një qeverie teknike tranzitore, jo partijake, me mandat 12 mujor. Ndryshime kushtetuese ku të gjithë shtetasit shqiptar të jenë të barabartë para ligjit, si dhe miratimin e saj me referendum popullor, duke përfshirë ndër të tjera ndryshimin e kodit zgjedhor, ndryshimin e ligjit për financimin e partive politike dhe organizatave të ndryshme, kufizimin e ushtrimit të detyrës së kryeministrit në jo më shumë se 2 mandate, të plota ose të pjeshme, gjatë gjithë jetës së tij politike të një individi. Paralelisht kërkojmë anullimin e ndryshimeve të bëra në ligjin për zonat e mbrojtura, anullimin e ndryshimeve të bëra në ligjin për trashëgiminë kulturore, shfuqizimin e paketës ligjore të njohur si paketa e maleve, shfuqizimin e statusit të kuadrit ligjor për investimet strategjike. Kontrata e re sociale mes qytetarëve dhe shtetit do të përpilohet pas konsultimit me intelektual, ekspert teknik dhe qytetar apartjak, të propozuar nga sheshi i protestës.